2 muajsh atje ndodhet kolegu Osman Stafa për të na raportuar atë që po ndodh në sheshin Skënderbej. Osman, të përshëndes, si është atmosfera në sheshin Skënderbeja? Kanë filluar të mblidhen qytetarët e parë aty? Nga sheshi Skënderbej, ku kanë filluar edhe qytetarët të mblidhen në protestën e 74. Pra 74 ditë qëndres, 74 ditë rezistencë të qytetarëve, edhe pse duke sfiduar edhe temperaturat e larta që ofron vera, sikundër edhe betonizimi i Tiranës, e cili edhe këtu tek sheshi Skënderbej ndihet goxha, edhe pse dihet është të perënduar, vapa mjaft e lartë. Ndërkohë që qytetarët kanë filluar dhe fillojnë të mblidhen, të grumbullohen pra në sheshin Skënderbej për të nisur më pas edhe marshimin e tyre drejt kryeministrisë, kundër kanë bërë thuajse çdo ditë. Atëherë do të vijojmë edhe me intervistat me qytetarët. Çfarë ju bën juve të jeni në këtë protestë? 74 ditë nuk janë pak, një protestë që Shqipëria nuk e ka parë kurrë në historinë e saj. Unë procesoj në emër të Zotit, në emër të qytetarëve të gjithë Shqipërisë, në emër të lirive dhe drejtave të njerëzit të gjithë shqiptarëve kujdo që janë, edhe në Shqipëri edhe në botë. Marrëdhënie personale, unë kam 74 ditë që protestoj këtu, se mu më është prish një ambient të shtëpia ime, rrethimi i shtëpisë dhe nuk më japin vendimin e prishjes. Se është prish në mënyrë të paligjshme, me taksa, me tatime, me çdo gjë është në rregull me Zotin, edhe me shtetin. Një. Përpos kësaj është arsyeja tjetër qytetare, individuale, artistike e imja, karriera ime, unë kam punuar si mësues në Petronin Ras, Nisë Artistik, edhe në Kolegjin Flabina. Edhe unë duhet të shfrytëzoj këtë moment të bëj një thirrje gjithë qytetarëve shqiptar, gjithë kolegëve të mi ku do të jenë në përbot, edhe në Shqipëri, që të bashkohen me protestën, se është një rast vendimtar për t'i dhënë një grusht fuqishëm komunizmit edhe maskareve të ndyrë, fllëqësirave, dregëve të Shqipërisë. Ju bëj thirrje, edhe në gjithë nxënësët mi, nuk janë të pak në Shqipëri që të bashkohen me protestën në emër të Zotit, që nëse dëshirojnë të krijojnë një familje, të lini një brez të ri, edhe të ecin përpara fëmijët e tyre, duhet bashkohen në emër të Zotit me gjithë qytetarët këtu edhe me gjithë Shqipërinë. Kush e do Shqipërinë, në emër të Zotit duhet më bashku. Sot është fjala e Zotit. Një herë në 3000 vjet Zoti e jep një shenjë për kombet e vjetra edhe të lashta. Ne jemi origjina e lashtësisë, e vjetërsisë, e bukurisë, e një gjë të re që do ndodhin. Ju bëj thirrje të gjithëve, edhe një herë, nxënësve, profesorëve, kolegëve të mi, prindve të nxënësve të mi, të bashkohem qytetarëve, ata që më njohin, ata që s'më njohin, unë kam shumë gjëra për t'ju thënë, do t'i specifikoj. Unë kam fakte, prova ekstreme për çdo gjë që flas nga goja ime. Kaq, unë ju bëj thirrje bashkonu se nesër është tepër vonë, në emër të Zotit. Respekt. Atëherë, nderuar, ju pse jeni në protestë? Përshëndetje njerë, përshëndetje gjithë këta protestuesa që vinë çdo ditë aty, bashkë me ta kam qenë dhe unë disa herë, po për shkak të moshës nuk vi dot gjithnjë. Dhe nuk rezistoj dot shumë. Tani kauzat tuaja janë të drejta, prandaj vi, janë të sinqerta, janë të vërteta që i di gjithë populli. Edhe unë, si mësues që kam qenë 45 vjet, unë kam qenë në tundër, pse? Unë kam dalë dhe i dalluar si mësues, të dhe këte, por, si që punoja në kohën e Enverit, ashtu punova dhe në këtë demokraci. Erdhi puna që atere unë rrogën e merja 7.000 lek, Enver Hoxha e merde, do më hen 14.000. 1 me 2. Dërsa sot unë marrë aq, sa të tjerët marrin, këta qeveritarët e korruptuar, marrin 100 fishin. 100 fishin. Pse të ndodhë kjo? Janë të korruptuar, u ka marrë mendjen paraja, janë shumë të korruptuar. Tani, unë do të krej disa plus kauzave që ju ngrini vazhdimisht edhe disa të tjera. Thami që janë të drejta. Po kush? Ka thënë zakonisht për ujin e pishëm. Ka 24 orë të hiqen nga pallatet, të gjitha më shumë pështohen. Njerëzit pa ujë, në këtë vap, edhe mirë t'jemi, edhe të mos jetë vap, përsëri është një katastrofë e madhe për popullin tonë. Ka që vite demokraci, prandaj nuk më duket fare drejt. Lidhur me pensionet, unë
marrëdhësi. Por nuk e quaj të marrë. Pse? Nuk e quaj këtë marrje për arsye sepse të tjerët me 100.000. Çfarë do hanë? Me zi kthej mund që marrë 400. Që duhet menja 800, si pas të rregullave, duhet menja 800, 900. Ndërsa tani mi hapi fiks 400. Edhe atë skem që beri, që premtoj, e hoqi. Që 400, mot kaq më shumë, sa t'ishte në detyrë ky, edhe pastaj thoshe unika. Këtë po të tani tjetër. Drejtësia jo në kuotën e dur. Pse? Në çështjet akute që janë, duhet të marrë masat për njerëzit të korruptuar. Kush është i korruptuar? Rama e Edi Rama, edhe Sali Berisha, të dy. Por qeverinë e ka ky sot, 13 vite. Çfarë beri? Pensionet i la qesharake. Që populli, ata që s'kan fëmijë jashtë, kanë vdekur disa nga uria në këtë kohë demokratie. Kjo nuk është e drejtë për mendimin tim. Dhe prandaj dhe populli ndaj proteston. Invalidët nuk punojnë dot. A punojnë dot ata? Ata sa u japin një kafshat që të qëndrojë. Po kujdesarja që mba invalidit, që e le punën e vetët, apo jo? Autikët e këta tjerët, që kam shumë për e tyre, e t'i njohër. Tani, u shpërben disa bashki. Mua nuk më duket e drejtë, më duket si kur e palargon akoma me gjithë këto protestat të mëdha, a i si kur njerëzve u aben që me përinat. Po këshu vete, që për ku ujë, a i ka në zakon të tia, ironit. Ke popullit e ti, që zgjodhi, do të lera atere kur do a i. Po pëse kur do a i? Kur do populli, që populli e zgjodhi dhe populli du të heqi. Mos të qoj të 83 mandatet. Të 83 mandatet në 23% të popullit. A që morën pjesë? Atere, 1 milion mori pjesë. As 1 milion të mamë. Nga i mori 83 mandate. Atere të tjere do këshin marrë të thellë, po gjitha kandidatet tjere. Nga i morë? Çfarë behet? Ka vjedhur. Dhe gjitha këto nuk më pëlqejnë. Faleminderit, se do të marrë edhe njerëz të tjerë. Në rregull. Unë bëj këtë thirrje. Edi Rama t'i jap dorëheqjen. Ti përgjigjet këtij populli. Të mos lejojmë me të vazhdojmë protestat. Se ta ditë qartë, ta ketë, që nuk ka mundësi asnjëherë që të ndërpritet kjo protestë. Do të dalë deri në fund, derisa ai të shfaroset. Iki nga kuvet. Gjithë mirë, faleminderit.